الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Ashtu siç Allahu subhanahu wa taala të ka krijuar në formën më të bukur e më të përkryer, të ka jep pamjen e bukur, mundohu të përmirësosh dhe të zbukurosh edhe moralet, sjelljet e tua edhe veprat tua. Allahu subhanahu wa taala thot: "Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim." Vërtet se ne e kemi krijuar njeriu në trajtën më të përkryer, pra në trajtën, në formën dhe pamjen më të mirë, më të bukur, kur çdo gjë është në vendin e vet dhe çdo gjë është ashtu siç duhet të jetë. Pra ky është krijimi i Allahu subhanahu wa taala dhe është një prej argumenteve më të fuqishme që tregon për ekzistimin e Allahu subhanahu wa taala, për fuqinë e tij, urtësinë e tij, dijen e tij dhe cilësitë e tij absolute të përsosura. Për këtë arsye vrem se Allahu subhanahu wa taala shpesh herë e përmend në Kur'an krijimin e njeriu, në mënyrë që ne të marrim sim dhe përmes kësaj të argumentojmë për njësinë e Allahu subhanahu wa taala dhe ta dim mirë se e të bindemi se ashtu siç Allahu subhanahu wa taala të ka krijuar në fillim, padyshim që ai ka fuqi të të kthejë edhe një herë të ringjallë në ditën e Kiametit. E tërë kjo na nxit që ne të jemi falëndërues ndaj Allahu subhanahu wa taala për këtë begati të madhe që të ka jep Allahu subhanahu wa taala, pra trupin tënd, shpirtin tënd, gjymtyrët e tua. Andaj shfrytëzoj ato në bindje ndaj Allahu subhanahu wa taala. Mos e ndrysho krijimtarinë e Allahut në trupin tënd. Ki kujdes dhe mos u tall dhe mos i përqesh të tjerët për shkak të pamjes, formës së cilën i ka krijuar Allahu subhanahu wa taala. Këto janë edukata madhështore ndaj cilave shumë prej nesh sot tregohen të pakujdesshëm, të pavëmendshëm. Pra çdo njeri Allahu subhanahu wa taala ka krijuar në formën më të mirë, e më të përkryer. I ka dhënë pamje të mirë, pamje të bukur. Andaj nënçmimi i tyre, tallja, përqeshja me ta të ekspozon ndaj dënimit të Allahu subhanahu wa taala. Nëse nuk i respekton njerëzit, atëherë spaku respektoj i krijuesin Allahun subhanahu wa taala. Në një hadith të saktë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Bihasbi imri'in min ash-sharri an yahqira akhahu al-muslim." I mjafton njeriu që e keqe që ai ta nënçmoj vllahun e tij musliman. Po ashtu ky ajet madhështor na bën me dije se përderisa Allahu subhanahu wa taala të ka krijuar në këtë formë, atëherë padyshim që ai subhanahu wa taala ka fuqi të të furnizojë dhe të sigurojë mjetet e jetesës në këtë botë dhe të përkrahë e të mbrojë, pastaj pas vdekjes tënde të ringjallë. Andaj ç'është ajo që e shtyn njeriu ta mohojë Allahun subhanahu wa taala apo daljen pra Allahu subhanahu wa taala dhe ringjalljen. Për këtë arsye vrem se si Allahu subhanahu wa taala e përfundon këtë sure duke thënë: "Fama yukadhibuka ba'du bid-din." Atëherë ç'është ajo që ty o njeri po të shtyn që ti ta mohosh ditën e Kiametit, ditën e ringjalljes kur do dalësh para Allahu subhanahu wa taala, do të thot pas tërë këtyre argumenteve, shenjave të prera e të pakontestueshme, cilat tregojnë për fuqinë e Allahu subhanahu wa taala. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.